Mirë se erdhët në pjesën e dytë të programit Mirëmëngjes Shqipëri në Radio Televizionin Shqiptar të nderuar teleshikues. Do të flasim pa humbur kohë për sistemin hekurudhor shqiptar, i cili në fakt ka patur një histori të vështirë dhe dramatike pas viteve 90. Kam drejtorin e përgjithshëm të sistemit hekurudhor shqiptar, zotin Ergjys Verdhull, i cili uroj mirë se ardhi në programin Mirëmëngjes Shqipëri. Mirë se na erdhe. Si u gjeta. Dhe pyetjen e parë kam, si do të rilidhet Shqipëria me botën perëndimore me sistemin hekurudhor? Korridoret pan-europiane janë vendosur për gjithë Ballkanin perëndimor, mbas një studimi të WBIF-it me Komisionin Evropian, që në vitet 2014 ka dalë në rezultatin që korridorit janë ato të korridorit 8 dhe të korridorit veriut. Korridorin e 8 bën pjesë të Tiranë-Durrës, Rinas, që lidhet kryeqytetin me qytetin më të madh të Shqipërisë, si dhe aeroportin ndërkombëtar të Rinasit, më pas me portin e Durrësit dhe më pas lidhet korridorin e 8 që është Durrës-Rogozhin, Rogozhin Kufiri me Maqedoninë e Veriut. Pra, korridori 8 lidh atë që është deti Adriatik me detin e Zi. E kuptoj. Ky është një hap kryesor për shkak sepse gjithmonë e kam përmendur Porto Romano si një nga hapet kryesore të Mesdhell dhe bën të mundur lidhjen me transport sigurt dhe mjedisor me pjesën tjetër të Ballkanit, Ballkanin lindor. E kuptoj. Por ndërkohë vëmendja e gjithëve faktikisht, ti e përmendë pak më herët, është tek segmenti hekurudhor, i cili është i dy anshëm, do të lidh Tiranën, qytetin e Durrësit dhe aeroportin ndërkombëtar në Tereza. Në çfarë pike janë punimet për këtë linjë? Punimet civile kanë mbaruar. Kur thuhet punimet civile, bëhet fjalë për shtrimin e trases? Civile për pjesën e trases lineare. Po vijohet me komponentin tjetër që është komponenti ndërtimi stacioneve. Stacionet mbarojnë në qershor të këtij viti. Stacionet si komponent kanë ndërveprime midis kontratës parë dhe kësaj kontrate, duke futur në vetvete dhe sinjalistikën dhe telekomunikacionit, të cilat kanë skatën në çdo stacion për menaxhimin e trenave. Pra kanë punime jashtë. Kontrata parë për shtrimin e kablove fibra optike për të qenë më të kuptueshëm. Që janë pjesë e punimeve civile. Pjesë e punimeve civile. Dhe ne mbarojmë këtë pjesë në majin e këtij viti. Komponent tjetër që i është haruar pa bërë në 2014 është dhe elektrifikimi. Se gjithë tani mendojnë kur ti thua kam përfunduar punimet civile ose mbarojnë në maj, mendohet që hekurudha ka mbaruar. Dhe komponenti i fundit që është elektrifikimi. Ndërkohë që jemi në procedurën e tenderit me Berghin, duhet marrim financimin që akoma nuk është çelur brenda pranverës të vitit çelet. Ndërkohë paralelisht vazhdon tenderi për fituesin e garës, dhe nëse ne do kemi fitues në verën e këtij viti, atëherë në verën e 27-s ne do kemi një trup të ri hekurudhor Tiranë-Durrës-Rinas. Që do të jetë përfunduar dhe gati funksional në verën e 27-s? Po. Tani po punohet me BEI-n, me Bankën e Investimeve Evropiane, me organizmin e tyre të konsulencës Connecta 12 për pjesën e operimit Tiranë-Durrës, sa trena duhen, si do jenë oraret, lëvizshmëria e përditshme dhe operimi i tyre, intensiteti i lëvizjes. Sigurisht. Dhe me daljen e këtij prezantojmë ministrisë pjesën për kontratën e shërbimit publik, se si do funksionoj. Pra, në pritshmëritë tona do kemi një operator shtetëror dhe një operator privat nëse do shtohen linjat, për shkak të flukseve do porositen trenat e rinj. Dhe do jenë ata EMU që janë elektrik multi-unit. Trena elektrik pra. Trena elektrik të shpejtësisë 120 km/h. 120 km/h, që do të thotë në Durrës do të shkohet përse për sa? Pra, lëvizshmëria Tiranë-Durrës do jemi për 32 minuta. 32 minuta. Dhe 22 minuta do jemi për pjesën e Rinasit me gjithë ndalesat statione. E kuptoj. Kurse ekspres janë 12 minuta është Rinasi dhe 22 minuta është Durrësi. Është Durrësi. Efektshmëria e lëvizjes të shpesht ndihmon edhe në pjesën e zbutjes së trafikut rrugor. Sigurisht. Vendosja e hekurudhës në funksion do të lehtësojë gjithë Tiranën. Gjithë lëvizshmërinë që ka 1,5 milion banorë, domethënë. Po në aeroporti kush vjen si vizitor nuk ka pse të marrë më taksim për shkak ose një makinë, por vjen me hekurudhë. Për sa i përket linjës Tiranë-Durrës,
kam i pyetjet përditshme, ore ku do jetë stacioni i trenit? Do ta pyes edhe unë, do të thoja. Lutem do na kthehet stacioni i trenit ku ka qenë në Tiranë. Se ka ngel emri, takohemi ke treni, po Projekti treni ekzistues është në kthesën e Rinasit, në kthesën e Kamzës, në kthesën e Kamzës. kurse shtesa tjetër që është bërë projekti me Bergjen është nga kthesa e Kamzës deri në Bulevard Neri. E kuptoj. Nga kthesa e Kamzës në Bulevardin e Ri do të jetë shtesa Që do bëhet me ta buxhet çojë shteti. stacioni i vjetër. Me buxhet shteti. Pra, me çeljen e buxhetit ne do vazhdojmë me tenderimin e procesit dhe brenda një viti e gjysmë ne do kemi një stacion treni që stacioni i vjetër i trenit. Stacioni i vjetër i trenit. Pra nuk do të humbas stacioni i Jo, trenit. jo. Për një vit e gjysmë do të thotë në qershor 2027, pra. Pak a shumë apo në verën e 2027. Verë 2027-s, fundi 2027-s. Nëse çdo gjë ecën mbar, do të thotë që në verën e 2027-s ne kemi funksionale Tiranë, Durrës dhe Tiranë aeroporti Nën Tereza, besoj dhe vice versus nga Rinasi në Durrës. Përveç linjës së Tiranë-Durrës ju shpjeguat dhe lidhet me arteriet europiane hekurudhore që ju na thatë pak më herët. Keni ju projekte për një linjë tjetër hekurudhore në Shqipëri? Ne kemi bërë 2 projekte. Njëri është projekti i Durrës-Prishtinës, i cili është në fazën fizibilitetit ka mbaruar dhe preliminary design. Dhe ky ka mbaruar vitin e kaluar, nuk ka marrë financimin e nevojshëm, E kuptoj. por është një nga arteriet kryesore që lidh dy shtetet tona. Sigurisht. Pjesa e dytë është Rogozhin-Vlora, që po bëhet Studimi i fizibilitetit. Po, nëse do të na ndihmojnë, ju lutem regjia me pak djemtë e studios më pak ujë ndërkohë për drejtorin e përgjithshëm të hekurudhave, zotin Ergis Verga. Ky është bërë me studiot austriake, me ILF-n, edhe projekti i parë dhe projekti i dytë. Dhe lidhja midis Rogozhin-Vlorës do bëhet me financimin e buxhetit shtetit për pjesën e projektit. E kuptoj. Më pas do pritet që në këto artat ndërkombëtare të korridoreve të futet dhe Rogozhin për shkak të marrjes financimit me grant. E kuptoj. Gjithmonë është e prirur që financimet e huaja të sjellim projekte, konsulenca, grant, si dhe gjysmën e investimit në Hekurudh, por që janë një projekt sa më friendly, ekologjik miqësor me natyrën, me mjedisin, dhe për afrimin e gjithë rregullatorit në fushën e infrastrukturës hekurudhore, si dhe në pjesën e parafrimit ligjeve me komunitetin evropian. Pra, po të bëj një përshkrim të thjeshtë të transportit hekurudhor me atë ajrore, sot ajrori ka një linjë komunikimi ndërkombëtar. Ndërkombëtar të certifikuar dhe të kolauduar, se më shumë Nesër, në momentin që ne do lidhemi me kufin tanë, pra koridori verior, i cili është ai i Vora-Niodit, do lidhet me Nishin, dhe Nishi ka koridorin në 10. Kurse koridori 8 lidhet po prap me Burgas nga Sofia deri në Varna, dhe këto janë koridore të cilat lëviz trenat e mallrave. Pra, ke trenat e mallrave, ne kemi fitim më të madh. Ke trenat pasagjerëve gjithmonë janë me subvencion kur ka linja të gjata. E kuptoj. Malli transportohet gjithmonë me mbi 500 kilometra ti përfton një çmim më të ulët. Pra, në qoftë se Shqipëria nuk lidhet me kufint tanë dhe sipas koridoreve pan-europiane që Europa ka vendosur, ky sistem duhet të jetë global dhe integruar. Dhe normat e reja si në ndërtim ashtu dhe në operim janë norma europiane, të cilat vendosen nga sisteme europiane. E kuptoj. Pra Shqipëria ka një hartë ambicioze përpjekjesh për projekte, të cilat duhet i përshtaten sigurisht legjislacionit ndërkombëtar, siç ju thatë pak më herët, për afrim legjislacionit dhe për afrim standardesh. Standardesh, po. Është një sfidë e konsiderueshme, mendoj. Sepse Shqipëria ka pas një rrjet hekurudhor që ju mund ta shpjegoni fare mirë, unë e thash pak më herët, të vështirë dhe dramatik, më duhet të them. Sistemi hekurudhor shqiptar në vitet e komunizmit ka qenë një sistem jo friendly. Pra ka qenë me motora me djegje të brendshme.
Sigurisht. Sistemet të ndërtuara pa sisteme, do të thosha. Telekomunikacion, domethënë sot ne kemi fibra optike që në kohë reale shohim se si lëvizin trenat. Dikur dhe amortizimi tyre ishte i pamas. Përftuami një rrjet amortizuar dhe amortizuam dhe në vitet tona në vitin 90. Është vërtet. Shkëputën transportin e kurudor. Ndryshe dhe përpara viteve 90 për sistemin hekurudor në raport me vendet e rajonit. Me vendet e rajonit. Gjithë vendet e rajonit ishin të elektrifikuara, nëse kishim të elektrifikuar. Pra nuk ishim standarde në atë operim që kishim. Përdoreshe zakonisht dhe me fitim të madh ishte pjesa e industrisë. Ne kishim industri të rëndë. Si ato minerare, si ato të përpunimit minerareve dhe për këtë. Por në momentin, në vitin 90, kur u ndërpres çdo gjë, ne u ballafaqohëm me faktin që sistemi ishte amortizuar. Sistemi amortizuar. Më pas vim që çdo kush në 90-ën kishte nevojë për të pasi timon dorë. Është vërtet. Kishin qefin të merrin makinë. Patjetër. Dhe u abandonua sërish domethënë sistemi. Duke ardhur në vitet po degradim vazhdueshëm. Tani kur flasim për shembull ju e konservoni, besoj gjurmën e sistemit hekurudor shqiptar. Pra sot ne po konservojmë ka këtë pjesë. Po konservojmë pronat tona. Për të qenë nesër më afër për të reaktivizuar ato. Flasim për një projekt ambicios që sot është në tenderim, është Vora Njotit, do ketë 12 stacione, por ne kemi stacione Bajzës, stacione Mjedës, stacione Shkodrës që kanë hapësira pa fund për operimin e mallrave. E kuptoj. Pra mund t'i quash shumë mirë. Dhe ato mund t'jenë pika shkëmbimi tregtar të jashtëzakonshme në të ardhmen. Mund t'i quash shumë mirë portë të thata nesër. Po, e qartë. Pra kemi të Milotit, i cili bënte pjesën e minerares. Pra lidhja aso kohë. Dhe ndërkohë mund ta rikthej sërish. Po të vazhdojmë me pjesën e Elbasanit. Elbasani ka hapësirat mëdhaja, Prenjasi ka hapësirat mëdhaja. Sigurisht. Pra këto hapësira ne i ruajmë. Pra është kurur, por është minimizuar ke pjesa e konservimit të aseteve tona. Për momentin, pra drejtoria e hekurudhave merret me konservimin e ambienteve, kjo është gjendja e momentit. Dhe ndërkohë merrem me projektet. Kemi staf kualifikuar projektet, kemi rritur edhe cilësinë e shërbimit për inxhinierat e rinj që vinë punojnë këne. E kuptoj. Konsulenca e huaj është grant e mirë përcaktuar. Çdo lloj tenderi që bëhet është në mbikëqyrjen e konsulencës suaj. Sepse do të vendoset një hekurudhë, do ta themi, dhe kërkon inxhinier dhe staf të njerëz të kualifikuar. Bëhet fjalë për një sistem hekurudhor elektrik, pra Tiranë, Durrës, aeroportin në Ne po merremi shumë dhe me kurrikulat. Flasim me universitetet. E kuptoj. Dhe me pjesën e shkollave teknike për të përfituar teknik. Stafi i, për shembull, kontrata e Tiranë Durrësit do ketë edhe konsulencën teknike. Pra çdo gjë që bëhet, si në sajnën e telekomunikacion, ka një konsulencë teknike që merr përsipër dhe angazhimin e këtyre stafit të ri për ta stërvitur për të filluar punën. Për të qenë gati në operimin në rrjeti hekurudhor i pari Tiranë Durrës aeroporti Nën Tereza. Sa stacione do të ketë? Tiranë Durrës dhe Nën Tereza. Do të ruhen stacione tradicionale? Tradicionale që ka qenë para viteve 90. Shtohet një stacion i Rinasit, që do të bëhet stacioni i Rinasit. Është një stacion, një post, po themi, i Universitetit e Poka. E kuptoj. Dhe... Pra do të jenë 2 stacione të reja. Stacioni i Rinasit që është i ri krejtësisht. Stacioni i Durrësit është bërë një i ri. I vjetri është demoluar për shkak të problematikave që ka pasur nga tërmeti. Për inklinacionin e vet dhe inxhinierët vendosin që ai duhet Po duhet të qëndrojë aty. Do të qëndrojë aty, do bëhet sikur ka qenë, por në një strukturë më të fortë se çka. Sigurisht. Demolimi do të thotë që ai do të zërohet? Është zëruar dhe po fillon ndërtimi nga e para, por në një arkitekturë me arkitekturën e vet. Me arkitekturë tjetër. Cila është sfida më e madhe këto kohë? Ndërsa ju prisni përfundimin e procedurave për elektrifikimin, për ta vënë në zbatim, cila do të jetë sfida më e madhe? Testi, kolaudimi përfundimtar? Mund të ketë papritura që ju i keni konsideruar që mund të ndodhin rrugës? Jo. Çdo gjë është bërë sipas normave të TSI evropiane. Ne sot kemi pritur ca, por sot kemi një hekurudhë që flet me standarde evropiane, standarde të tjera. Sfida është që korridoret pan-europiane të futet edhe Durrës dhe Rogozhin Vlora. E qartë. Pra ajo që do quhesht
lidhja e dytë me korridorin e 8. Pra, s'ka se si mos tjetë një lidhje kjo, një korridor kur ka një port, kur ka një aeroport, kur lidh 3 qytete më të mëdha të vendit në jugun e vendit. Pra, kjo është sfida jonë që neve në Komisionin Evropian dhe në organizmat e negociatave, do shkojmë një paketë që ambicioz. Kjo është sfidë e radhës. Sfidë tjetër është e Durrës Prishtina. Po. Ajo që dy qeverit bën një studim i cili doli me një me një dëshirë fillimisht një ambicie për ta parë. Shkodër, lidhjen e Shkodrës, ajo që quhet missing link, themi e pa, është nga Shkodra deri në Gjakov, është një çik shumë sfiduese, por do një financim të konsiderueshëm. Dhe sot përpunimi i mallit nga shteti i Kosovës është në rangun e 40%. Gjithë malli që vjen në Durrës, 40% e mallit që vjen në Durrës vjen për Kosovën. Pra, lidhja me Ekurudh do bënte që këto mallet të shkojnë më shpejt dhe më lirë. Më shpejt dhe destinacion që më shpejt po dhe të rritej ndërkohë volumi i tyre. Zoti Verdo, faleminderit shumë që ishe sot me programin në Mëngjes Shqipëri për gjitha informacionet që solle, duke pritur që në pranverën qershorin e 2027 ose verën e 2027 të shkojmë tek ai stacioni i vjetër i trenit edhe të nisemi drejt Durrësit apo aeroportit ndërkombëtar. Të uroj ditë dhe javë të mbarë. Faleminderit. Ecë më tej dashur miq me programin Mëngjes Shqipëri, vjen Kristi me të ftuarin e radhës.